Thëmë drejtën e ka shumë dobi, por nuk ka më të madhe se sa forcimi i imanit. Njeriu i cili i jep për hir të Zotit subhanahu wa taala ndihmon njerëz të tregojnë që ka iman, ka besim. Pra e vën në punë praktik besimin e tij. Nuk ka zbritur asnjë ajet kuranore kur Zoti i thret besimtarëve, ja vel ledhina amanu, o që besuat, falin namazin, jepni zakat. E lidh besimin gjithmonë me punën, ose urdhërimin për të mirë, ose ndalimin nga e keqja. Ne jemi feja praktikës dhe jo teorisë. Pra jemi ymmeti i praktikës dhe ymmeti i teorisë. Prandaj nuk i shkon kurrë muslimanëve, që thash më parë, që të jenë ymmeti i koprasllëkut apo tërheqjes apo zemërngushtësisë. E dyta, lidhjet farafisnore, i forcon ato kur njerëzit japin. E treta, forcon lidhjet vllazërore. E katërta, Zoti i quan ata inna Allah yuhibbul muhsinin, Zoti i do bamirësit, sepse bujaria është një nga llojet e bamirësisë. Pra kur njeriu i jep është bamirësi. Prandaj dhe quhet akt iwad bidun iwad, më fal, quhet akt pa shkëmbim. Të jap për hir të Zotit dhe nuk pres që të më kthesh. Pra e tjetra mbulon shumë mangësi bujaria. E pesta, që njeriu që jep tek Zoti shkruhet për njerëzve që kanë lart gradën e imanit tek Allahu subhanahu wa taala. E gjashta, që njeriu bëhet shembull dhe nxit dhe të tjerët japin shembull. E shtata, që njeriu ruan veten e tij nga kooperacia. E teta, që njeriu përkujton mirësinë e Zotit ndaj tij. E nënta, që njeriu shikon rreth vetes, bën krahasim me mua, Allah ma mundsoi të jap këtë mirësi. Sa shumë njerëz ka që nuk japin dot. Prandaj nuk mbarojnë dobitë e bujarisë, dhe nëse njerëzit vërtet duan që të jenë të tillë, atëherë le të ndjekin profetin alayhis salatu wasallam, shembullin e pa thyeshëm, shembull që nuk shpërblaa dhe nuk e tret ata historia.